unë për thamë këtu në një rast, unë jam marrë shumë me departamentin e votës mërna lëvizjes vetëvendosje. Pej 2010 dhe 2021, më thonë, mëj me të thamë... Krek po tërkohën? Absolutisht tërkohën, një marrë me këtë që... Ka lëvizje, ka gravitu... Absolutisht, dhe më thonë, ne kemi pos komisionerët e tonë, po se komisionerët caktohen që me qenë mbarvajtësit kryesor të zgjedhjeve. Naturisht, po. Roli komisionerit është me e përcjell këtë procesin e votimit. Këtë procesin e votimit. Deri në finale, po. Deri në sot mbyllët procesi. Po unë do me thonë, për me rujt procesin e zgjedhjeve, vëzhgues për cilët i kemi caktu. Pra kemi posë edhe komisionerë dhe vëzhgues. Po. Ne vëzhguesve kemi thonë që ju nuk duhet t'i besoni asnjë komisioneri. Ju jeni aty për me vëzhgu procesin. Nëse unë jam komisioner... Të tyra të ndara, po? Absolutisht, nëse unë jam komisioner i lëvizjes vetëvendosje në këtë rast. Edhe vëllau e më është vëzhgues. E dim që si gravitojnë e funksionojnë partitë politike. Po. Pra, shto kësoj... Po ndan këtë përvoj me publikën, po? Absolutisht, shto kësoj edhe lëvizjes në vetëvendosje që në rrugtimin e saj ka pas vështirësi për shkak të lëndimit të demokracisë më identifiku njerëz me ne. Pra nëse unë me vllaun kemi, ai ka qenë komisioner, ose unë e vëzhgues, ose ana sjelltas, unë atë kam konsideru të panjohur në punën tem. Pra, unë gjithçka që kam pasur që nuk është e lejuar e kam raportu. Përveç që kam shkru, kam raportu, është aty edhe libri. Ke librin? Unë kam shënimet e mia, kam sot. Përvojën tuaj, po? Absolutisht, kam sot. Po është edhe libri në vendin e votimit, kur ti nëse ta zëm. Po ditën shkojnë në rregull Krasniqi, po në përvojën. Nuk ka shkuar as ditën në rregull. Në sy ton të raportimit, po thënë, njerëz të treguan të disiplinuar. Me gjithë molisjen Dardan që kishin nga zgjedhjet e rregullat të shkurtit vitit kaluar, në zgjedhjet lokale, përsëri në zgjedhjet e jashtëzakonshme ministrative të dhjetor dhe njerëz përsëri dolën në zgjedhje, u përgjigjen ftesës së atyre politikanëve që nuk arritën t'i bëjnë institucionet, dalin në votime dhe në sy tanë, në vëzhgimin, në observimin tonë, zgjedhjet ishin në rregull, nuk pati raportime për deformim ditën, por në mbrëmje, gjatë numërimit votave aty me 6 komisionerët u kryen ngretën në rastin e Prizrenit që... Unë jam shumë i sigurt të rritë që edhe në zgjedhjet e shkurtit të vitit të kaluar ka pas kësi parregullsi. Për brenda partive? Absolutisht. Po. Unë vetëm thash që ne presim me... Kandidat për deputet? Absolutisht. U ankuan do. Ne vetëm presimi që e madhja të shpërthej.